dy dokumente që janë të rëndësishme, që janë aprovuar në fund të këtij viti, në këtë muaj, janë ajo që ka të bëjë me aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare amerikane, që implikon edhe situatën tani në Ballkan. Desha të them atë citat shumë interesant të Giorgia Meloni, kryeministres italiane, e cila pra disa ditë thotë që ky vit ka qenë i vështirë, por mos u shqetësoni, viti i ardhshëm do jetë edhe më i vështirë. Mendoj që po him në një vet me shumë sfida. Por sidoqoftë, mendoj që arritja e një momentumi për paqen në Ukrainë është e rëndësishme edhe për vetë ukrainasit, por edhe për sigurinë mendoj evropiane. Po që sa arrihet në aspektin e sigurisë, mbredhjes së sigurisë, jo vetëm për Ukrainën, që amerikanët afrojnë disa garancione, të cilat mund të them mund të jenë pozitive, por nuk mund të jenë ndoshta garantuese për periudha të gjata. E qartë, Blali, një tjetër çështje ku kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do takohet me presidentin e SBA-s Donald Trump për bisedimet që pritet të përqendrohen në të ardhmen e armpushimit për rripjen e Gazës, ku negociatat për të filluar të ashtu quajtur ndoshta fazën e dytë duket se kanë arritur në një rrugë të re edhe pa krye, po i quaj. Si e vlerësoni rëndësinë e këtij takimi midis Netanyahu dhe Trump për armpushimin e rripjen e Gazës? Te pika kyçe është do të jetë Turqia. Forcat turke, kontingjenti i tyre, i cili mund të them është në një situatë ku Izraeli me këmbgulje nuk pranon që trupat turke, 2500 trupa turke të hyjnë në Gaza. Është arritur deri diku një hajta quj kështu një model që mund të jenë edhe trupat pakistaneze. Por edhe këtu Izraeli ka dronjë. Do jetë aja fjala e Libermanit, ish ministrit izraelit, i cili tregon që po që se hinë trupat turke njerë nuk dalin. Po që se do vendosen ato, është vështirë pasaj të tërhiqen. Dhe mendoj që takimi me Trumpin do të jetë një situatë që ka të bëjë kryesisht me fazën e cila ka të bëjë me implementimin e një force paçruese për brenda Gazës. Dhe do jetë, mendoj, një takim që amerikanët tradicionalisht favorizojnë interesat e Izraelit, por ndoshta do të jetë edhe një shtytje, sepse dostumi i Trumpit, qoftë Netanyahu, qoftë Trumpi, do jetë problematike të kënaqet njëri të hidhrohet tjetri. Dhe kjo do jetë një situatë, besoj që amerikanët e kanë vështirë, edhe pse ambasadori amerikan në Turqi shpreh disa qëndrime që duhet të jenë trupa turke, është do fjala nga Trumpi tek Erdogani që do jenë trupa turke, por besoj që do jetë vështirë. Po që se nuk jenë trupat ushtarake turke, do jetë problematik. Deri dikun mendoj që edhe Pakistani për shkak të fuqisë, një fuqie atomare, sepse është ai sentimenti që një vend i fortë musliman të hynë në tokën e Gazës, do e shohin Izraeli si rrezik për proceset e ardhshme. E qartë, zoti Blali, nga ana tjetër, a mendoni se faza e dytë e negociatave ka shanse ndoshta të përparojë edhe pas tensioneve të fundit që janë krijuar midis Izraelit dhe Hamasit? Ja, është vështirë. Unë besoj që ajo çka po ndodh Somalilandi, që Izraeli tenton ta ndajë një pjesë të këtij territori dhe influencën e vet të shtri të brigjen e Adenës të hyrjen e detit të kuq depërtimin që një pikë strategjike, do thotë ndarjen e këtij vendi për interesat e Izraelit, pastaj ajo që ndodh me Darfurin në pjesën e Sudanit, do të kemi një përzierje jashtëzakonisht e madhe të interesave të Izraelit, të Turqisë dhe Arabisë Saudite, dhe mendoj po edhe Egjiptit po ashtu. Por për Izraelin pika kyçe që është rrezikun për të ardhmen për një konflikt të mundshëm është Turqia, pas Iranit. Dhe pastaj në anën tjetër kemi një situatë ku një aleancë mes Iranit dhe Turqisë, e cila dashte pa dashte do vijë si rezultat i gjithë këtyre projekteve të herët Izraelit apo Izraelit të madh, që në projekcionin e Netanyahu dëshiron që ta shtrijë dikimin e vet dhe të sjell probleme të gjitha vendeve të regjionit. Do jetë, mund të them, sfida arshme e 10 vjeçarit, do jetë konflikti që mund të ndizet mes Turqisë dhe Izraelit, dhe pastaj do kemi një situatë ku Izraeli faktikisht me arritjen e një lloj partneriteti strategjik me Greqinë dhe pjesën Cipriote greke, dëshiron që të mbyllë, mund të them, ato arterjet e interesave turke. Po, do kemi konflikt të drejt për drejt, besoj që po afrohemi në atë kohë që do ta kemi një situatë dhe një kataklizëm të rëndë në këtë pjesë ende, mund të them, pa stabilitet, siç është lidhja mesme.
Zoti Bilali, nga ana tjetër, nëse ndodhte gjithë kjo fazë, a mendoni se Shtetet e Bashkuara mund të sigurojnë ndoshta një zgjedhje afatgjatë për konfliktin midis Izraelit dhe Hamasit? Po Amerikanët në strategjinë e tyre të sigurisë nacionale të hartuar nuk e specifikojnë ndoshta me qenë se është pikë e ndihshme edhe për Amerikanë lidhja e mesme për shkak të burimeve që ka kjo zonë e botës dhe është, mund të them, po shqip në këtë pjesë ka lindë edhe njerëzimi dhe mendoj që do jetë për secilën fuqi me interes. Amerikanët do kërkojnë që ta krijojnë një stabilitet brenda atë që është me interes të Izraelit, por duke mos lënë anash as interesat e vendet tjera, sidomos atyre arabe, por edhe turke. Mendoj që amerikanët në strategjinë e tyre do jenë prapa Izraelit në çdo kohë. Dhe kjo do sjell prap problematikat e veta. Kush do jetë në të ardhmen fuqia cila mund të implikohet, sidomos interesat kineze, një brez një rrugë apo rruga e Mendavsh, pastaj edhe interesat turke, ruse, të cilat duket se kanë arritur me Al-Sharën që të krijojnë një situatë për vendosjen e jug të Izraelit të forcave të ndonjë baze të Federatës Ruse, e cila më duket që do jetë një marrëveshje dhe një pajtim edhe Izraelit për shkak të dobësimit të interesit turk në Siri, në Sham. Dhe kjo besoj që edhe vendosja e sistemit të radarëve turk ka zgjuar alarm tek Izraeli, sepse çdo manovrim i forcave të IDF-it izraelit, sidomos atyre ajrore, do jetë problematike që do kapet nga radarët elektronikës turke. Dhe kjo mendoj që do jetë një situatë me të cilën amerikanët do kenë vështirë të arrijnë një paqëtim çfarë dëshirojmë të gjithë, dhe mendoj që do të kemi situata të papritura edhe në vitin 2026 por edhe në vite tjera. E qartë, mirë, zoti Bilali, për ta mbyllur pyetja e fundit sa i përket edhe zgjedhjeve që u zhvilluan në Kosovë, si e keni parë të gjitha rezultatin e këtyre zgjedhjeve deri më tani? Në qoftë se bën edhe një herë pyetje, nuk e dëgjova mirë. Sa i përket edhe zgjedhjeve që ndodhen në Kosovë, si e keni parë të gjithë zhvillimin e këtyre zgjedhjeve dhe rezultatin e tyre deri më tani? Për Kosovë, zgjedhjet në Kosovë. Po, shef, mendoj që këto zgjedhje kanë mësuar fiasko opozita dhe ka qenë fitore sensacionale, cila mendoj që shef, opozita duhet të reflektojë shumë. Dhe mendoj që duhet të mbledh gjitha strukturat e tyre dhe të fillojë një proces të ri përbrenda këtyre partive opozitare. Përndryshe, mendoj që askush nuk ka menduar që do del kaq dobët një rezultat i opozitës, edhe pse mendoj që miti i Kurtit është jashtëzakonisht i madh dhe kjo ka ndikuar si lider, shifet që është i pakontestueshëm dhe është vështirë një opozitë të tillë të del përballë një miti të tillë. Mendoj që opozita ka shumë punë për të bërë, por institucionet e Kosovës duhet të krijohen sa më parë sepse obligimet janë të mëdha. Besoj fitoria e Kurtit sa është e gëzueshme, mendoj që do jetë edhe shumë me përgjegjësi, sepse presin procese jashtëzakonisht të rënda në gjithë këtë gjeopolitikë të sotme që e kemi qoftë në Ballkan, por edhe përgjegjësinë në Evropë dhe botë. Dhe mendoj që politika e ardhshme e qeverisë do të jetë orientuar sidomos në partneritet me faktorë ndërkombëtar, të cilët thonë drejtën do fillojnë me qeverinë e re të kooperojnë